أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Si gjithmonë, falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu Dhul Gjelal, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet dhe salavatet tona për mësuesin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur të takohen me Allahun xhalla xhelalu. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, kudo dhe nga do që na ndiqni, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Duke pas parasysh situatën në për të cilën po kalon shoqëria njerëzore në përgjithësi dhe panikun që ka shkaktuar pandemia koronavirus dhe nevojën për fjalë motivuese që kemi sot, zgjodha që të paraqitemi këtu para juve, të i them disa fjalë nga libri i Allahu Dhul Gjelal dhe nga sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të i them disa fjalë motivuese me të cilat e motivoj veten, familjen dhe shpresoj se të gjejnë mirë kuptim edhe tek ju. Para se të hyjmë në temë dhe të themi disa fjalë shkurtimisht, dëshiroj që t'i bashkangjitem apelit të profesionistëve shëndetësor, të cilët në vazhdimsi apelojnë tek qytetarët kudo që gjenden, që t'i marrin masat e duhura në preventimin e kësaj sëmundje e cila po e rrezikon jetën e shoqërisë njerëzore në tokë. Andaj edhe ne duhet jemi të kujdesshëm, të ashtojmë intensitetin e pastërtisë, të shmangemi tubimeve të panevojshme, ekspozimeve në grupe të ndryshme të panevojshme dhe kështu pra nga dita në ditë ta tejkalojmë së bashku të kujdesshëm, pa frikë, por me ndërgjegje edhe këtë sprovë me të cilën sprovohet njerëzimi në përgjithësi. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, pa dyshim se pandemia apo sëmundjet nuk janë të panjohura për njerëzimin. Dhe se secila shoqëri nga dekada në dekadë, nga shekull në shekull, nga mileniumi në milenium, është ballafaqohet dhe do të ballafaqohet me sfida dhe sprova të njëpasnjëshme. Për faktin se jeta është e tillë dhe nganjëherë sprovat janë të domosdoshme për ta kalitur shoqërinë që të rrugton e sigurt pra në jetën e kësaj bote deri në afatin që e ka caktuar Zoti i Madhërisht. Kur themi se sëmundjet pandemike nuk janë të panjohura për njerëzimin dhe në veçanti për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshiroj me argumentu këtë çështje. Të nderuar vëllezër, sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai në hadithet e tij të shumta e paralajmëronte ummetin e tij, gjeneratat në vijim, të cilat vijnë shekuj me radhë, një pas një. I paralajmëronte se në jetën e kësaj bote mund të ballafaqohesh me gjëra të cilat janë të pakëndshme për ty, por gjithsesi janë të domosdoshme për ta forcuar besimin dhe imanin tan. Dhe një ditë prej ditëve, siç e transmeton Aisha radhiyallahu anha dhe hadithin e transmeton Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam foli edhe për sëmundjet pandemike, sëmundje të cilat nuk ishin të përhapura në kohën e tij, por megjithatë Zoti i Madhërisht e paralajmëroi se edhe pas vdekjes së tij do të përhapen sëmundje të cilat janë të pashmangshme për njeriu. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sëmundjet pandemike në përgjithësi? Në atë kohë pejgamberi alayhi wasallam i thot Aishës radhiyallahu anha, kur flet për pandeminë dhe sëmundjet që e godasin njeriu, qoftë individin, familjen, shoqërinë apo kështu me radhë. Pejgamberi sa më thot kështu:
lejse min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi beledihi sabiran muhtasiban. Tha nuk ka njeri që goditet me ndonjë smundje pandemike e që qëndron në shtëpinë e tij sabiran muhtasiban, qëndron në shtëpinë e tij me durimin dhe maturinë e plot dhe duke prit shpërblimin Allahut azza wa jall, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lah, duke ditur dhe duke qenë i bindur se nuk e godet asgjë përveç asaj që ka shu Allahu azza wa jall, illa kana lahu mithlu ajrin shahid, fa do ta ketë shpërblimin të ngjajshëm me ata i cili është vrarë në luftë. Pra të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë në jetën e tij nuk ka përjetuar smundje pandemike. Megjithatë, pejgamberi sa po flet sikurse të jeton mesin ton, sikurse të ishte gjallë këtë javë të fundit dhe ta sheh botën e civilizuar me tër arsenalin që ka rënë në depresion të thellë dhe në frikë të madhe nga ajo që quhet pandemi dhe që quhet pra koronavirus. Pejgamberi sa çka i tha ummetit të tij dhe njerëzve në përgjithësi, atyre që dëshirojnë pra me kuptu realitetin e kësaj bote. Pejgamberi sa mi tha se cili do që goditet me këtë smundje, ai duhet të qëndron në vendin e tij, qoftë në shtëpi, qoftë në shtet, qoftë në lagjen e vet. Ai duhet të qëndron sabiran muhtasiban, me durimin dhe maturinë e plot, dhe duke llogarit se ky durim dhe kjo sprov është shpërblim për të në ditën kur takohet me Allahun dhu xhelal. Pra kështu na paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një realitet që do ta përjetojnë ata të cilët vinë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çuditërisht të nderuar vëllezër dhe motra, vetëm pas 7 vite të vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vjen rani, i vjen koha me u sprovu muslimant me smundjen ngjitse me pandemin. E çuditshme kjo fjalë. Pejgamberi sa me paralajmëroi, nuk e përjetoi. Shkoi në botën e përjetshme, e dorëzoi emanetin para Allahut azza wa jall, e kryti misionin me cilën kishte ngarkuar Zoti i Madhërisht dhe tani e la mbi sipërfaqe të tokës sunetin e tij, fjalët e tij të arta të cilat do të hyjnë në përdorim shekull pas shekulli, milenium pas mileniumi. Tha pejgamberi sa vetëm 8 vite, parafërsisht 8 vite pas vdekjes së tij, përhapet smundja e parë pandemike që e njohin historia e parë apo gjenerata e parë e Islamit. Të nderuar vëllezër, ishte viti i 18 Hijri, apo sipas kalendarit gregorian, viti 640 Hijri. Dhe muslimanët e asaj kohe, të rreshtuar nën flamurin e udhëheqjes së Omerit radhiyallahu anhu, të shpërndar në botën e asaj kohe po flas. Në të radhitur në ushtri, Allahu Gjelle Gjelalu vendosi me isprovu me diçka që i pat paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ushtarët e asaj kohe që trokitën në dyert e bizantinëve dhe të romakëve, papritmas u goditën me smundjen e taunit, e cila smundje ishte kogja e rënë dhe ishte smundje përhapse. Tani po i vjen momenti më u vërtetu fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po vjen momenti me pa në praktik se si gjenerata e dytë, si gjenerata e parë e Islamit e menaxhojnë situatën pa prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu xhelle xhelalu nuk ja ka përshkruar përjetshmërinë pejgamberit në kuptimin fizik, por Allahu xhelle xhelalu ja ka përshkruar pejgamberit fuqinë e pejgamberlikut në kuptimin e teorisë dhe fjalën me të cilat do të jeton bota në përgjithësi. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u sprovun me këtë smundje. Ishte komandanti i ushtrisë asaj kohe, i cili dha urdhër që të ndahen ushtarët dhe batalionet e ushtrisë të ndahen njëri me një kodër, tjetri me një kodër dhe të mos bashkohen asnjëherë. Të nderuar vëllezër, në atë situatë kishte edhe për atyre njerëzve të cilët nuk e kuptuan mirë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kishte njerëz sahabë të ndershëm, por që nuk e kishin kuptuar mirë, do me thonë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bënën një pyetje të çuditshme. I than komandantit të ushtrisë dhe rrjedhimisht i than Omerit radhiyallahu anhu, tha apo ikni, apo keni frikë tha për vdekjes, apo ikni tha për caktimit Allahut azza wa jall që po na ndani
dhe s'po na leni të jemi bashk? Çka i tha Omeri radiallahu anhu, khalifja muslimanëve? Tha, ne nuk po ikmi pe kaderit Allahut, por na po transferojmë, po shëtitemi për një caktimin tjetër, dhe se kjo është sunnati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ndahemi nga grupet e njerëzve momentin kur ne sprovohemi me ndonjë smundje, siç është kjo koronavirusi i tanishëm. Të nderuar vëllezër, tani pas 1400 vite po i vjen në shprehje prognoza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jeni dëshmitar se mjekët profesionist në përqendra të ndryshme të botës, të gjithë po thonë se zgjidhja e vetme me parandalu për hapjen e koronavirusit është vetmia apo distancimi nga shoqëria. Dhe neve ju themi se po, kjo është e saktë, sepse për këtë çështje na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 1400 vite para se ndodh kjo. Dhe ne kemi shembullin, precedentin më të mirë, gjeneratën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët u sprovuan në kohë të luftës, kur armiku trokite në dyert e Mekës dhe Medinës dhe në qytetet e Islamit, ata u sprovuan edhe me një sprovë, por gjithsesi ja dolën fitimtar. Pra të nderuar vëllezër, pandemia apo smundjet pandemike nuk janë të panjohura për shoqërinë e njerëzimit, dhe ne nuk jemi këtu për të prunë statistika, duke filluar nga smundjet e ndryshme të cilat e kanë godit njerëzimin, dhe duke filluar nga viti 1814 e pastaj më vonë, por ne vetëm po e marrim si analizë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si paralajmërim se njeriu do të goditet në jetën e kësaj bote me sprova të ndryshme. Për te këtij përshkrimi, dëshiroj me e thënë një çështje e cila është e rëndësishme. Të nderuar vëllezër, askush nuk ka kompetencë me thënë se kjo është ndëshkim i Zotit Madhreshëm, sepse bazuar në atë çfarë na thot Islami, ndëshkimi edhe mëshira janë bashkë, dhe askush nuk e din se kanë e ka godit ndëshkimi dhe kënd e ka godit pra mëshira. Ne jemi optimist dhe besojmë se kjo smundje apo kjo epidemi është në perimetrin ku sundon Allahu dhul xhelal. Asgjë nuk ndodh në tokë, e as në qiell, e as më në tokës, e as më në qiellit, pa dhënë leja Allahu dhul xhelal, dhe Zoti Madhreshëm dëshiron që në forma të ndryshme me afru njeriu më afër vetit, pra në qoftë se është ndëshkim, mbrapati është mëshira Allahut azza wa xhel, e ne nuk e dim se ku zbarkohet ndëshkimi i Allahut dhe ku zbarkohet mëshira Allahut azza wa xhel, por në vazhdimsi ne kërkojmë mëshirën e Allahut xhella xhelalu. Kjo ke e para. E dyta, friga nuk e nal caktimin e Allahut azza wa xhel. Dhe se momentin kur goditet njeriu, momentin kur zbresin sprovat, është momenti më i duhur për me mat njeriu besimin me Zotin e Madhreshëm, për me pa në realitet se çka i shërben feja. Pra friga nuk e nal caktimin e Allahut azza wa xhel. Dhe jeni dëshmitar të nderuar vëllezër se sot me mia shkrime bëhen në ditë, mos me thonë mrena një ore, mia shkrime bëhen në formë të pesimizmit, në formë të frigës dhe në formë të asaj se neve në erë fundi dhe se këtu po goditmi për një smundje, do të vdesmi e kështu me radhë. Do duhet ta kuptojmë të nderuar vëllezër një herë mirë se friga nga vdekja nuk e nal caktimin Allahut azza wa xhel. Ne mund të friksohemi për çdo ditë, mund të jetojmë me frikë pa e shiju fare jetën, por megjithatë askush nuk mund me nal caktimin Allahut dhul xhelal. Andaj nuk ka nevojë fare, as sot, as dje, e as nesër, as kur në jetë, nuk ka nevojë besimtari me pas frikë nga vdekja, sepse vdekja është krijuar para se marr jetën e kësaj bote ti, dhe askush nuk ka kompetencë me përshpejtu atë e as me vonu atë. Ajo vjen në kohën e duhur, momentin e duhur. Andaj, çdo sprovë që të godet, hapja dyert e besimit, menaxhohet sipas rekomandimeve të ekspertëve dhe mbi gjitha mbështetju atij i cili e ka fatin e njerëzimin e dorë, pra mbështetju Allahu dhul xhelal dhe mos ke frikë nga vdekja. Sa bukur edhe sa mirë Zoti Madhreshëm na fton Kur'an me një fjalë. Sepse Allah është dëshmitar i historisë, i njerëzve në përgjithësi.
Dhe ka pas situata të tilla ku njerëzit kanë menduar se ikin edhe prej caktimit Zotit Madhreshëm. Ikin prej vdekjes. Dhe Allahu xhalla xhelalu zbret një ajet në Kur'an dhe thot: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Tha thua jo Muhammed, vdekja prej cilës po ikni ju dhe po mendoni se tu friksu ikni ka vdekja, fa innahu mulaqikum. Aja do të vjen momenti kur është caktuar dhe s'ka ikje prej saj. Thumma turaduna ila alimil ghaib, sepse ju gjithsesi do të ktheheni te ai që e din sekretin e jetës, Allahu dhul xhelal wa shahada, dhe që është dëshmitar okular i veprave tona. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, që t'ja ekspozon veprat e juve dhe besimin e juve në jetën e bote. Pra nuk ka nevojë të kemi frikë të nderuar vëllezër. Askush nuk do ndërhyjë në jetën tonë. Dhe askush nuk do ta përshpejton vdekjen, sepse po t'ishte vdekja në dorën e njeriut, sigurisht se njeriu sot nuk kish pa jetë. Më herët kishin përfunduar gjeneratat, luftrat e shumta, egoizmi i tepërt e kështu me radhë, kish përfunduar jeta njerëzore që më herët. Mirë po, kjo është vendim që e ka në dorë vetëm Zoti i Madhreshëm, andaj rri i qetë, çka do që të vjen jetën e kësaj bote, mos mendo që çdo sprov përfundon me vdekje. Sa e sa të sëmur janë shëru, dhe sa e sa të shëndosh kanë vdek pas mundje. Pra vdekja nuk është gjë tjetër vetëm se moment i shkruar, andaj prite atë moment i gëzuar, i qetë, i relaksum, shfrytëzoj mekanizmat e jetës, jeto me familjen, jeto me shoqërinë, bën vepra të mira, mundo me lënë gjurmë pozitive në shoqëri, edhe njëherë për gjithmonë heke prej mendjes se askush nuk ta përshpejton vdekjen e askush nuk ta shtyn jetën. Pra kjo është vendimi i Allahut xhalla xhelalu dhe këtë vendim ne duhet ta kemi parasysh sidomos në këto situata ku ne po jetojmë. Pastaj ajeti tjetër të nderuar vëllezër, i cili na shërben që mos kemi frikë për të ardhmen. Sepse e ardhmja nuk është në dorën e njerit. Njeriu e ka të drejtën me planifiku. Njeriu ka të drejtën me menaxhu, por nuk e ka kompetencën me dirigju të ardhmen. Dhe një shembull thjesht që se ka në dorë të ardhmen. Jeni dëshmitar që në vitin 2019, ka funi dhjetorit 2019, kur shtetet më të fuqishme të botës i bëjnë kalkulimet dhe fitimet vjetore të shtetit, balancin shtetëror. Edhe thanë kena objektiva dhe kena tha detyra që do t'i përfundojmë në janar, do t'i përfundojmë në shkurt, në mars, dhe buxheti do t'jetë ky, do t'jetë ai. Thanë kaq fluturime do të realizojna, kaq të hyra do t'inkasojna, megjithatë ndodhin i papritur dhe që 3 muaj bllokohet gjithçka. Kjo t'jep me kuptu se fatin e tanë edhe jetën dhe ka ndo njeriu, por e ka Allahu dhul xhelal. Andaj mos ke frikë kur, se dikush ka mundësi me ndërhyrë jetën tënde. Ti je autokton, ti je vetvetja dhe ti je krijesa Allahut azza wa xal, e afatizuar dhe në mbrojtjet Allahut azza wa xal deri momentin kur Allahu ka dhënë urdhër që ti mos jesh më në jetën se bote. Pra çka tha Zoti i Madhreshëm kur flasim për ardhmërinë? Sepse me bëri përshtypje, e kam fjalën me dëmshuri po e them kët. Me bëri përshtypje me një paraqitje të një qytetari të Republikës Kosovës, i cili me sa duket ishte prej minoriteteve. Dhe ai tha, çka me bë, tha, që ne nuk kemi ushqim për ma shumë. A di çka do të thotë kjo? Ai e shef fshinjen e vet, i cili ndoshta ka siguru të hyra ose ushqim, e ka planifikuar për një vit. Dhe ky mendon se sigurimi i ushqimit për një vit do t'ja siguron jetën. Ka harru se sa të varfër e kanë vazhdu jetën me dekada, e sa të pasur kanë thënë se kemi pasuri për 20 vjet, e nesër me i ka gjetë në varr. Pra nuk e ka fatin tanë askush tjetër në dorë përveç Allahut dhul xhelal. Dhe këto manovrime që shohim në jetën e përditshme janë për ta plotësuar egon e njeriu, por jo për të vendosur standardin e jetës apo vdekjes, sepse standardin për jetë dhe për vdekje e ka vendosur vetëm Allahu xhalla xhelalu dhe askush tjetër. Çka tha Allahu xhalla xhelalu për ardhmërinë e njerëzve? Ai tha në Kur'an, sekretet e jetës sa i di vetë Zoti i Madhreshëm. Dhe i përmeni 5 për tyre, për përmeni 2. Tha sekretet e jetës i di vetëm Allahu dhul xhelal.
Dhe unë për përmani dy. Çka tha Allahu Azza wa Jall? Tha wa ma tadri nafsun madha taksibu gada. E as një shpirt, as një qenje njerëzore, as një jetë, nuk e din se shka e për e të nesërmja. Wa ma tadri nafsun bi ay ardhin tamut. Dhe as kush, as një shpirt, nuk e di se në cilën pjesë të tokës ka me dërzu emanetin Allahut Azza wa Jall. Çka nuk kupton kjo? As kush nuk e din ardhmërinë përveç Allahut Dhul Jalal. As kush nuk ka mundësi me ndërhy në qoftë se Allahut ka dhënë emër, ka dhënë jetë. Këto çka po i shohim janë sprova me cilat testohet besimi, por këto nuk është fundi i botës dhe këto sprova nuk janë për ta marrë jetën ty, sepse as kush nuk jep jetë vdekje përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe as kush nuk e din se në cilën pjesë të tokës pra do të përfundon jeta jote dhe si do të përfundon jeta jote. Kjo në dorën e Allahut Azza wa Jall dhe ne këtu nuk kemi fare dyshim dhe fare nuk e komplikojmë situatën, por jetojmë të qetë, jetojmë të lirë, jetojmë me bindje të thella, me sinqeritet, me devotshmëri, duke qenë vetëdijshëm se një ditë prej ditëve do të troket vdekja reale, ashtu siç e ka poshuar Zoti i Madhreshëm, e ju siç mendojnë njerëz në jetën e kësaj bote. Pra askush nuk e din se kur është ardhmja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta kesh të qartë këtë çështje, nga se smundjet e mëdha nga njerë krijojnë edhe kriza psikologjike, edhe te individi, edhe te familja. Për shembull, statistikat në botë na thonë se kur ka situata dhe kur ka kriza të ndryshme, në mënyrë automatike goditet ana psiqike e njerit. Do me thonë psikologjia e njeriu goditet dhe ndoshta goditja është fatale për me shiu jetën ai. Bjen depresion të thellë, ndëshprim të madh, frikë, ankth e kështu me radhë. Ndëgjohe se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili s'ka fol për mendjes tij, por ka fol me fjalët e Allahut Azza wa Jall, sa i përket asaj se ku përfundon ti, të nderuar vëllezër dhe motra. Pejgamberi sa më ka thonë, një herë ka shkruar lapsi për ty. Veç një herë. As kush ma atë laps në dorë se kap. Edhe kur ma e fletore nuk shkruhet ma, nuk përshkrinjet ma. Ka shkru Allahu Azza wa Jall për fatin tanë, u kry kjo punë. Tha rufjatil aqlam, janë ngrit më lapsat lartë, prej momenti ku ka shkru caktimi Allahut Azza wa Jall. O jaffati suhuf, dhe ngjyra është terë në letrën, në çipin ku ruhen shënimet e njeriut para Allahut Azza wa Jall, aty është shkru jeta dhe ti ma nuk ke pse lodhesh për këtë punë, nga se askush s'ka me ndërhy në jetën tane dhe askush s'ka me ta marr ata që takon këtë jetë, sepse s'ke ardhur me lejen e njerëzve, por ke ardhur me lejen e Allahut Azza wa Jall dhe vetëm kur shkruan ai do të del prej kësaj bote. Dhe po jap një argument thjesht të ndëruar vëllezër. Por mu bind se jeta e njeriu është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Jemi dëshmitar sot alhamdulillah se 90% të pacientëve, po tham më shumë se 90%, 99% pacientëve në gjithë botën po shërohen. Të njëjtit e përdorin të njëjtin ilaç. Njëri vdes dhe 100 tjerë ose 1000 tjerë shërohen. Që t'jep me kuptu se nuk është ilaçja që ta shton jetën, e as që ta përshpejton vdekjen, por është saktimi Allahut Dhul Jalal, e ne duhet i përdormi padyshim ato bana që na ofrojnë njerëz, por ne nuk pim bari me njetë se na shton jetën, e as nuk bëjmë diçka me njetë se na i përshpejton vdekjen. Këto janë çështje që ka shu Allahu Azza wa Jall dhe ne i jetojmë të lirshëm, madje të nderuar vëllezër, ai i cili këto rrethana të jashtëzakonshme e lexon Kur'anin e Kerim me vëmendje, Kur'ani i Kerimi po i flet në mënyrë më të mirë të mundshme, po e shëtit në për histori të ndryshme njerëzore, po i flet për sprova në cilën kanë kaluar njerëzit gjenerat pas gjenerate, shekulli pas shekulli, dhe Kur'ani i Kerimi po paralajmëron se ata të cilët kanë fat me jetu në kësaj bote dhe pas neve, dhe derisa ka shu Allahu Azza wa Jall, do të sfidohen dhe do të sprovohen, por megjithatë askush nuk ka mbi kaderin, mbi caktimin e Allahut Azza wa Jall. Pra e dyta, të mos kemi frikë, sepse ky far virusi ose kjo pandemi nuk ka ardhur për më ta provoku jetën, por është sprovë që duhet më rujt nga ajo, por në qoftë se na godet, t'jesh i vetëdijshëm se aja nuk ta merr shpirtin jetën, sepse nuk ta ka dhënë jetën ajo, e as nuk ka mundësi askush me ndërhy pra në jetën tonë. Dhe e treta të nderuar vëllezër, përse të mos i kthehemi Zotit Madhreshëm? Është një pikë pyetje e cila don përgjigje individuale. Vallë,
a nuk ka ardhur koha që ky njerëzim i cili po mendon se njeriu është qenie materiale dhe është shkput prej anës shpirtërore dhe gjithçka në jetën e kësaj bote po i duket materiale, a nuk ka ardhur koha të i kthejmë Zotit? A nuk ka ardhur koha ta pyesmi projektuesin e jetës tonë, Zotin e Madhreshëm, po çfarë qenie jemi ne? Po pse jemi ne në këtë botë? Dhe cili është qëllimi i jetës? Vallë, a është qëllimi i jetës kjo anë fizike që po e shohmi, apo është qëllimi i jetës ana shpirtërore, ana intelektuale dhe ajo që ndjen njeriu në shpirt? Pra, pyetje madhe, a nuk ka ardhur koha të i kthejmë Zotit Madhreshëm? Dhe në situata të ndryshme, kur pejgamberi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shoqërit para neve, kur janë sprovu me sprova të ndryshme, saqë kanë menduar se aty përfundoi jeta. Madje kanë menduar se aty përfundoi jeta shoqërore, përfundoi grupin përgjithësi. Zoti Madhreshëm e përmend një fjalë në Kur'an, thot: "Wa ma lana alla natawakkal ala Allahi wa qad hadana subulana." Vallë, a nuk ka ardhur koha të mbështetemi me Zotin Madhreshëm? A nuk ka ardhur koha që ne të jemi të vetëdijshëm në raport me Zotin e Madhreshëm, i cili e ka në dorë mundësinë për të na udhëzuar ka e drejta, dhe njeriu sa herë që hek dorë prej Zotit Madhreshëm do të sillet vërdall në pranalet e historisë dhe asesi pra nuk mund me gjetë veten as në këtë planet që është kaq i madh, sepse çdo gjë pa Zotin e Madhreshëm do të ngushtohet. Çdo gjë pa lejen e Allahut azza wa jall, pa mëshirën e tij, pa mbështetjen e tij, do të jetë e padurueshme, e papërballueshme për njeriu. Pra ka ardhur koha të nderuar vëllezër, që ne të reflektojmë karshi Zotit Madhreshëm, të reflektojmë karshi punëve tona, të reflektojmë karshi historisë tonë individuale. Ku kemi gabu ta përmirësojmë, ku jemi të dobët të forcohemi dhe realisht ta kuptojmë se ana materiale e kësaj bote nuk e qetëson shpirtin e njeriu, sepse njeriu nuk është vetëm qenie materiale, por njeriu është qenie edhe shpirtërore, e cila domosdoshmërisht duhet të jeton pra me anën e tij shpirtërore të lidhur me Zotin e Madhreshëm. Pra të nderuar vëllezër, friga në për cilën po kalojmë sot ne, shoqëritë në përgjithësi, do ta bartmi mbi vete frigën e tepërt, dhe friga do të gjen vend vetëm në zemrat e atyre që janë zbrazur për besimin në Zotin e Madhreshëm. Binduni se do të jetojnë të dëshpëruar në depresion, në vujtje, në ankth, të gjithë ata të cilët e kanë zbrazur zemrën nga besimi dhe e kanë mbush me gjëra tjera të jetë. Dhe friga do të bëhet barë e rand për ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse ai i cili e ka besimin e fortë në Allahun azza wa jall, është i kujdesshëm dhe i vëmendshëm karshi rregullave me të cilat funksionon bota, dhe ka besim të fortë në Allahun azza wa jall, ai ka me shiju jetën e kësaj bote i kënaqët me familjet vet, me rreth vet, dhe mbi gjitha kur t'i vjen momenti me dalë kësaj bote, ai do të jetë më i kënaqur se gjithë të tjerë, sepse ka shiju këtë jetë dhe po rrugton për botën tjetër. Të nderuar vëllezër, kanë thënë psikologët se ata të cilët jetojnë me ndonjë frikë, sepse shumica e njerëzve jetojnë me frikë vdekjes. Shumica e njerëzve jetojnë me paragjykime për të ardhmen. Dhe ata që e kanë këtë sens që të paragjykojnë të ardhmen dhe të janë pesimist ndaj të ardhmes, studime psikologjike thojnë këta njerëz nuk e shijojnë lumturinë e kësaj bote. Këta njerëz nuk e shijojnë lumturinë e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, unë kam bindjen në Allahun azza wa jall se e djeshmja, e sotshmja është më e mirë se e djeshmja, dhe e nesërmja është më e mirë se e sotshmja. Kam bindjen në Allahun azza wa jall se kështu funksionon kjo botë. Dhe po ja vap një shembull thjesht. Unë kam përjetuar luftën kur kam qenë në Nzans në vitin e parë në shkollë të mesme. Dhe më pas pyet mua atëherë se si është e ardhmja, unë kam pas paragjykim për ardhmërinë tonë. Unë kam menduar se ne përfunduam si popull dhe nuk do të çohemi në kam, do të kemi vështirësi. Por ja që pas 20 vite e demantova bindjen tem të gabuar,
bazuar në atë që ka thënë Allahu Dhul Xhelal dhe në mësimet që mi ka dhënë feja dhe mësimet që mi ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptova se armja është më e mirë, është projekt në dorën e Zotit Madhreshëm dhe i shfaqet njeriu her pas here dhe kush e lexon, kush se lexon do të jeton me ankthën e tij në jetën e kësaj bote dhe do të përfundon si është më keq. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar. Mendoj se ka ardhur koha të kthehemi Zotit Madhreshëm. Dhe të bindemi se pas kësaj sprove është një mirësi e madhe. Pas kësaj sprove është një dhunti e madhe. Do të hapet një kapitull i ri në historinë tonë. Do të jetë një mësim i duhur për ardhmërinë tonë. Do të jetë një mësim që e ngrit vetdijen tonë, edhe intelektuale, edhe shpirtërore, në raport me Zotin, në raport me jetën dhe në raport me shoqërinë. Unë mendoj se pas kësaj sprove, Zoti Madhreshëm do e zbret rahmetin e tij. Do t'i hap dyert e mbyllura që i ka mbyll njeriu egoist. Do t'i hap edhe dritarët të cilat i ka mbyll njeriu. Do t'i hap dyert e jetës të cilat njeriu t'ja bllokon. Shoqëria shoqërisë po e bllokon. Zoti Madhreshëm do ta bën argument këtë sprovë dhe njerëzit do të shohin më gjatë. Do ta shohin se bota është e gjithëve. Kufit e kësaj bote ka caktuar Zoti Madhreshëm dhe do e shohin se ky është planeti i gjithëve. Ky është planeti i çelës njeri dhe të gjithë duhet jetojnë të barabartë dhe të gjithë pra duhet kanë respekt për njëri tjetrin, të rrugtojnë pandalshëm për ata që është pandalshme, të rrugtojnë pandalshëm deri pra kur ta dorëzojnë emanetin para Allahut Azza wa Jall. Dhe një mësim që po na jep sot koha, deri dëshmitar të nderuar vëllezër. Sa herë i kemi munguar familjeve tona. Sa herë i kemi mungu fëmijëve tanë. Sa herë lakmia për këtë botë na ka prish me familje. Sa herë na kemi vrapu mas dunjas, tu harru se lumturia është në familje. Është me prind, është me fëmijë, është me kojshi, është me njerëzillak. Sa herë ne jemi larguar atë shumë me anën materiale, sa vetëm kur ka ardhur Bajrami, kur kanë ardhur festat, e kemi kuptuar rëndësinë të qenurit njeri në raport me shoqërinë, në raport me familjen. Dhe sot jemi pranë familjeve tona, të detyruar për shkak të një sprove e cila nuk ka ndalje përveç nëse don Allahu Azza wa Jall dhe nuk ka kërcënim për njeriu, por është vetdije për njeriu, na ndali, na afroj me familje dhe ne sot po kalojmë kohën tonë me familjet tona, me shoqëritë tona virtuale dhe po e shohim se i kemi mungu familjeve tona. Kjo është mësim, sepse njeriu egoist kur lakmon shumë në pasuri, edhe kur pasuria deporton thellë në zemrën e tij, e humb sensin njeri, dhe ati duket se gjithçka është materiale dhe se jeta e kësaj bote është merr sa dush e mos le kur gjë, duke mos llogaritur se në ditë për ditëve do të kthehet ka ardh tukajt dhe tukajt del për kësaj bote, ka ardh si fëmijë dhe i zhveshur dhe del për kësaj bote, por me vete do t'i merr veprat e mira dhe do t'jetë dëshmitar familja e tij, shoqëria e tij dhe njerëzimin e përgjithësi. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, ta kemi durimin e duhur, të mos kemi fare frikë, të jetojmë të qetë, ardhmërinë e diver Zoti Madhreshëm dhe ajo që do të vjen nesër është më e mirë se sotshme me lejen e Allahut xhel xhelalu, por ne duhet jemi të vetëdijshëm dhe duhet jemi të lidhur me Zotin e Madhreshëm. Unë detyrova të paraqitem këtu me i thënë disa fjalë të vogla në raport me sfidën që ne po kalojmë, e inshallah Zoti Madhreshëm na i leton edhe bën shkak për mëshirën e tij, na vetëdijson dhe na bashkon në rrugën e tij të hajrit dhe inshallah taala kudo që jeni mirë, jeni me shëndet dhe inshallah Zoti Madhreshëm u forcon besimin, u lidh dhe më fort lidhshmërinë familjare dhe na kthen në origjinë, pra që të jetojmë së bashku si qenie njerëzore, të respektojmë njëri tjetrin në hijen e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Zoti Madhreshëm ju rujt juve dhe familjen juve dhe inshallah taala dhe ne po e mbylli këtë paraqitje duke apeluar tek ju që të i respektojmë pra vendimet të cilat i kanë marrë njerëzit kompetent, pra mjekët këtë rast, dhe më lejoni t'i falenderoj të gjithë ato mjek, infermier, motra dhe vëllezër, të cilët janë në vit të parë të fundit, kundra kësaj ushtrie, nëse mund me thonë, e cila po e kanos njeriun, njerëzimin,
Zoti madhreshëm i rujt, i forcoft dhe i shpërbleth me të mira në këtë botën tjetër. Shihemi herën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.